Kur të bëhen golat, besoj do të çlirohen të gjithë edhe nga emocionet. Do shkoj te Matilda Brau, te kolegja tjetër e Euronews Albania që duhet jetë në një pikë tjetër, jo tek Air Albania. Matilda, ku je? Mirëmbrëma Erla, unë ndodhem në zemër të kryeqytetit, ku atmosfera është në maksimum. Lokalet janë mbushur plot me tifoz për të ndjekur ndeshjen mes Kosovës dhe Turqisë, e cila duhet theksuar që nuk është thjesht vetëm një ndeshje futbolli, por është ego dhe krenari që bashkon tifozët shqiptar kudo që ndodhen. Do të marr reagimet e para nga tifozët dhe ndërkohë do t'i pyes edhe për miqësoren mes Hungarisë dhe Shqipërisë. Nëse ata kanë interesin në Shqipëri-Turqi, apo vëmendja tyre është e përshëndruar dhe te kombëtarja jonë. Po, me Ukrainën vetëm mos harro. Mirëmbrëma, si të duket loja deri tani? Shumë mirë. Shpresoj të fitojë Kosova. Sa do jetë rezultati? 3-0. Po ndeshjen Hungari-Shqipëri. Ukrainë, Matilda, mos e harro. Përshëndetje, si duket ndeshja deri tani? Më dëgjon Matilda. Matilda, kuptoj që sa ka nisur ndeshja, jo, kuptoj diçka, që sa ka nisur ndeshja dhe të gjithë janë të fokusuar pak tet ndeshja. Ne mund të lidhemi sërish më vonë bashkë, mos harroj vetëm një detaj, Shqipëria luan me Hungarinë, jo me Ukrainën, jo me Hungarinë. Kanë dëshirë të flasin. E kuptoj, po gjithsesi kur të bëhen gola do të tensionohen dhe s'ka problem. Se ndonjëherë na fiksohet që luan me Hungarinë edhe kështu shkon. Jo, do lidhemi sërish, ti mund t'i përcaktosh edhe këdo pyesësh pak më vonë. Shumë faleminderit, lidhemi sërish bashk. E kuptove Esmeralda nga përgjigjet, pra një pjesë janë zhgënjyer se bëjnë më shumë tifo për Shqipërinë, se sa një pjesë tjetër thotë jemi një komb. Po ndihet një lloj Po, sepse para, do me një lloj zhgënjimi, ndoshta edhe sportiv. Neve për Shqipërinë kemi një jetë që bëjmë tifozlik, do me thënë, se cili në kohën e vetë që e ka ndjekur kombëtaren, pra po ka shumë vite që kombëtarja jonë bëjmë tifozlik. Kemi bërë tifozlik më pas, u bashkua edhe me futbollistë ndryshëm nga Kosova, shkua në dyerën evropian, pra emocionet janë aty, ndërkohë që Kosovën vonë kanë filluar ta ndjekin dhe ndoshta më shumë këto kualifikuese të botrorit, fitoret e një pas njëshme, performanca shumë e mirë, sepse edhe Shqipëria kur s'ka performancë mirë, mbetet edhe stadiumi bosh, Air Albania, kur ka performancë mirë, nuk gjenë më bileta, bëhet nami. Edhe për Kosovën, do me thënë tani, tash ka vetëm 10 vjetë që ka filluar të zyrtarisht si përfaqësuese, ndërkohë që ka filluar, do me thënë gradualisht duke u rritur dhe performanca që ka pasur pas ndeshjes me Zvicrën në këto kualifikueset e botrorit e ka tërhequr më shumë vëmendjen dhe më pas duke parë edhe ato lojtarët që kanë ekip, sepse një pjesë e madhe e tyre ne i shohim në kampionatin italian, se shqiptarët shumica janë me ekipet italiane, por Ramani është kapiteni i Napolit, që është edhe kapiteni i Kosovës që sot nuk luan, por që ka shkuar, jo, nuk luan sepse është i dëmtuar dhe është Muriqi kapiten, por ka marrë lekë Napoli dhe sot është në Kosovë për të ndjekur, për të mbështetur lojtarët. Kemi portierin e Sassuolos, kemi lojtarin e Komos, kemi lojtarin e Juventusit, pra do me thënë, tani kanë filluar edhe ti njohin se kush janë, sepse luajnë të Hoffenheimit. Do të bëj një pyetje se në pamundësi për t'u lidhur për shkak të internetit edhe me Kosovë Gjocin edhe me Bakun lidhja na dështoi në një farë mënyre. Kush ka mbritur në stadiumin e Kosovës nga liderët? U fol që mund shkonte Erdogani, a ka shkuar, a nuk ka shkuar, Kurti, dihet gjë është në stadium apo jo? Rama po ashtu, se dhe ai nuk i humbet këto raste për të shfaqur. Besoj që zoti Rama kam përshtypjen kur po vija pash eskortën që po futej te pallati brigadave. Kështu që kam përshtypjen duhet të jetë këtu, nuk ka shkuar në Kosovë. Po Erdogani pse mungoi? Se u tha në fillim që mund vi dhe Erdogan. Tani kam përshtypjen mos është duke prit në raket nga Irani. Se bota ka edhe ca halle të tjera të mëdha, pavarësisht se Turqia ka shumë të rëndësishme ndeshje sot. U bë disa raste në Mosgaboj që nuk futet në botror, edhe Turqia. 24 vjet, që nga 2002. Që do të thënë prandaj është shumë e rëndësishme për të dyja, por nuk besoj se Erdogani, do të thënë
po të vinte aty, i jep një tjetër peshë ndeshjes, edhe e ngarkon emocionalisht dhe kam përshtypjen dhe vetë Turqia e ka mbajtur çik më të relaksuar duke qenë se luajnë për Kosovën edhe sot simbolika ka qenë shumë interesante. Në kushtet kur UEFA kërkon masa shumë rigoroze do të jetë barështuar një siguri ekstra për Erdoganin, që nuk është Ma i vjen përgjithsisht shkon me eskortën e vetë dhe i merr vetë masat e tij. Plus Ai do ishte më shumë se sa 5 tifozave që tha Zhupa. Në Kosovë ishte Erdogani në Kosovë ka shumë të thjeshtë Erdogani, sepse ka komandantin e KFOR-it e ka turk, Ozgan Ulutashi, kështu që ka edhe ushtarët aty. Megjithatë Esmeralda, Erdogani në stadium do ishte më shumë se sa i 5% që ka një respekt, ka një ne kemi parë sot gjithë ditën, piles një nga lokalet e Kosovës. Do ta kem live pronarin e lokalit, po tani me këto lidhjet që bijem nuk po Tani dua ta. Peqa sepse edhe kryeministri i Kosovës është në stadium. Edhe kryeministri. Kështu që janë të dy ekipet me të njëjtën balans mendoj psikologjike. Me të njëjtën balans psikologjik, kam përshtypjen që ne e ndezim stadiumin atje, Shqipe. Patjetër, flas për lojtarët unë gjithmonë, okej, për lojtarët. Brenda fushës, sepse përgjithësia është ke lojtarët gjithmonë. Çdo gjë jashtë fushë, protagonistët kryesorë në këtë ndeshje janë lojtarët. Zhupa, vetëm diçka, Erdogani u ka premtuar nga një vilë në Bregdet çdo lojtari nëse fiton ndeshjen. Pak të kështu lexova Presidenti Federatës dhe me lekë të veta. Me lekë të veta, nga një vilë në Bregdet. Me lekë të shtetit i bëjnë Ky gjithë. super motivim Zhupa. Po edhe kryeministri i Kosovës ka premtuar 1 milion euro shpërblim. Nuk janë pak për lojtarët e Kosovës. Okej, mirë, edhe Kurti ka premtuar shpërblimin e vet. Por duket se 12 milion marrin nëse kualifikohen? Nuk mendoj që është pjesë lekësh aty. Jo, po absolutisht të them. Ata po të kalojnë marrin shumë se çu jep Kurti, kështu që. Megi, po ti bën tifo për Kosovën sot, njësoj si për Shqipërinë apo jo? Patjetër që po, madje me zhgënjimin që pësua me Shqipërinë, do donim, të paktën jo vetëm unë, po gjithë që kanë folur, do donim të kishim ndjekur ndeshjen e Kosovës me Slovakinë. Edhe me sa pam dhe nga lidhjet direkte... Të Shqipërisë me Slovakinë, po thua. Të Kosovës me Slovakinë, Shqipërinë e kishim me Poloninë. Kishim gjithë vëmendja te Shqipëria, por them me zhgënjimin që pësuam, do donim të kishim para të ndeshje, edhe nga ndeshja e bukur që bën çunat e Kosovës dhe nga karakteri që treguan. Gjithsesi, kemi rastin ta shikojmë sot, se nuk besoj se vëmendja do të jetë më shumë e përkushtuar ndaj Shqipërisë, sepse është edhe miqësore. Pas edhe Shqipëria luan ndërkaq me Ukrainën, po është një ndeshje më shumë miqësore. Gjithsesi, pam nga lidhjet direkte që kishte edhe nga ata që nuk janë tifozë, mirë po ne dim që kombëtarja na bën gjithmonë bashkë, dhe këtu duket edhe përgjegjësia shumë e madhe që duhet kishte një organizim më të madh. Po pra, dhe unë ndjeva këtë ndryshimin të paktën që nuk ka fan zona në shesh, sepse moti është i mirë, pra mund të ishin organizuar në sheshin në Tereza. Në fakt sepse pritej me rëndësinë që ka ndeshja sot, sepse pavarësisht se Shqipëria nuk u kualifikua më tej, ne kemi fatin që na përfaqësojnë 2 kombëtare. Edhe gjithë vëmendja është e Kosova, kështu që... Okej, ti nuk e pak xhelozi sportive kështu, a? Jo, dy përfaqësuese në fakt, se kombëtarë që patjetër, 2 përfaqësuese. Mirë, nuk e xhelozi sportive, pra njësoj bën tifo sot për Kosovën, sikur të luante Shqipëria. Jam njësoj emocionuar. Si e shet ndeshjen sot? Historike për Kosovën? Patjetër që është historike, por gjithsesi është trajneri i Kosovës u mundua një konferencë për shtyp për ta balancoje, duke u dhënë dhe zemër, kuptohet, duke thënë që shanset janë 50-50. Por ne natyrisht... A janë vërtet 50-50 shanset apo më shumë? Jo, në ana sportive jo, sepse po të shohim... Turqia është më favorite. Po të shohim koeficientet, ato që vendosin duke i parë cilësinë e ekipeve, nuk besoj që është 50-50, po çdo trajner do ta bënte atë, madje edhe Zhupa po të futej në skuadrën e vet, duke e trajnuar, do thotë që ju keni shanse më të mëdha se sa të fitojnë ata. Kështu që në aspektin sportiv mendoj që Turqia është favorite, jo më kot nga skuadrat finaliste për të play-offit, është skuadra më e dytë më e shtrenjtë pas Italisë, pra janë 415 milion euro në